Nisëm edhe marshimin, ndërkohë po bëjmë këtë intervistë në ecje. Po. Arsyet nga Kanadaja të ardhur në Shqipëri në ditën e 45 të kësaj proteste. Pse? Faktikisht unë jetoj në Montreal ka 35 vjet, jam student i dhjetorit. Në këtë shesh në atë kohë jemi mbledhni për me rrëzu komunizmin, regjimin e vjetër që kishte bërë shumë dame shoqërisë shqiptare. Dhe në atë kohë ne ishim shumë entuziastë dhe menduam që rruga për ndërtimin e demokracisë tashmë ishte e hapur. Por nga mungesa e eksperiencës, pam devijimet e para në vitet e para demokracisë. Unë jam larguar faktikisht në 95-ën, por pastaj megjithëse ishim shumë optimistë, ne mendonim se periudha e tranzicionit do të jetë 15 deri 20 vjet, por fatkeqësisht edhe mas 35 vjetëve ne nuk kemi arritur të ndërtojmë një shtet, një demokraci funksionale. Unë jetoj në një vend ku demokracia është funksionale dhe e shikojmë diferencën. Atje nëse do të ishin bërë 1% të skandaleve që kanë ndodhur në Shqipëri, atje do ishin rrëzu çdo lloj qeverie, sepse bën ndërheqje vet atje, nuk ke nevojë për te sepse është demokraci funksionale, shteti është në shërbim të popullit, jo populli në shërbim të shtetit. Këtu politika këtu është pa asnjë lloj vizioni për ndërtimin e mirëqenies së popullit, por ato futen politik për të pasuruar. Nëse futesh politik për të pasuruar, kjo e dëmton edhe personin, po dëmton vendin, dëmton atë dheun. Këtu është fatkeqësi kombëtare që pas viteve 90 dhe deri tani, rreth 50% të shqiptarëve janë larguar. Kjo është dishpopullim me dashje. Edhe sot e kësaj dite, domethënë ato vazhdojnë që të kenë të vetëm një opsion, ose të nënshtrohen regjimit, ose të ikun. Është fatkeqësi që edhe sot shumë që takoj duan që të largohen, nuk shohin asnjë perspektivë, asnjë shpresë tek qeveria, tek shteti, tu ka probleme domethënë të jashtëzakonshme. Në fakt të protesta kanë nxjerr 5 kërkesa, të cilat ne i mbështesim. Por tu ka shumë më tepër probleme se sa aq. Dhe edhe ne si komunitet në gjithë Montreal takohemi çdo të diele dhe protestojmë në mbështetje të protestës së Tiranës, duke pasur si vizion të 5 kërkesat që ka protesta e Tiranës, por që ne mundohemi që kemi edhe ne kërkesat tona, sepse sistemi që është ndërtuar në Shqipëri, një sistem me korrupsion shumë të lartë, një sistem kriminal, vjen edhe në shpinën e emigrantëve, diasporës, sepse njerëzit tonë, sidomos prinderit, ne për çdo problem shtetësor ne do të përgjigjemi atyre, sepse nuk ka pensionet që kanë ata nuk mjaftojnë as për kafe, jo për ilaçe. Kurse ne jemi detyruar edhe pas 35 vjetëve, që domethënë unë jam gjenerata e parë, po fëmijët tonë janë gjenerata e dytë, edhe gjenerata e dytë është detyruar që të mbështesë dhe të suportojë familjet në dhej. Kjo është me të vërtet një fatkeqësi, domethënë para që të gjithë e vuajnë. Prandaj është shumë e rëndësishme që të protestojnë të gjithë shqiptarët kudo që jetojnë, jo vetëm për shqiptarët e Shqipërisë, por të gjithë shqiptarët kudo që të jenë. Sepse nëse Shqipëria nuk është mirë, as Kosova nuk është mirë, as shqiptarët e Maqedonisë nuk janë mirë, as fillojmë të ndërvijojmë marshimin. Faleminderit shumë për intervistë. Ndajsi. Atëherë do të